Kardiologu me urdhër të prerë, këto 5 ushqime duhet t'i hani menjëherë që të mos pësoni atak kardiak. Studiuesit konfirmojnë se kosi është ushqim i pasur me kalcium dhe vitaminën D, që ka një rol shumë mirëbërës për zemrën dhe shkon përtej qetësimit të saj. Një studim i fundit i publikuar zbuloi se konsumi i produkteve të bulmetit uli në riskun e humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme dhe nga sëmundjet kardiovaskulare, citon Medical News Today. Pjesëmarrësit u ndanën në 4 grupe. Grupi i parë nuk konsumonte produkte bulmeti, grupi i dytë konsumonte vetëm një racion ndërsa grupi i tretë konsumonte 1 deri në 2 racione. Grupi i katërt konsumonte mbi 2 racione me produkte bulmeti çdo ditë. Studiuesit zbuluan se personat në grupin e katërt kishin më pak gjasa të humbisnin jetën për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ata ishin gjithashtu më pak të riskuar nga ishemia ose sëmundjet e zemrës. Sipas studimeve, sa më shumë produkte bulmeti të konsumonte grupi 4, aq më i ulët ishte risku i humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme nga sëmundjet kardiovaskulare. Po ashtu edhe studimet të tjera të cilave u referohemi tregojnë përfitimet për zemrën nga bulmeti. Kosi është më i rekomanduari. Studiuesit konfirmojnë se kosi është i pasur me kalcium, vitaminën D, që ka një rol mirëbërës për zemrën dhe shkon përtej qetësimit të saj. Probiotikët që gjenden te kosi ulin tensionin e gjakut. Ekspertët konfirmojnë se kosi është ushqim i nevojshëm për shëndetin e zemrës. Kosi mund të konsumohet veçmas ose duke u kombinuar me fruta të pasur me fiber, perime ose drithra. Gjithashtu, për shëndetin tuaj përfshini në dietën edhe tërshërën. Studimet thonë se ndër racionet e drithrave të plota të konsumuara në ditë ulin në riskun e sëmundjeve kardiovaskulare me 9%. Tërshëra meriton shumë lavde sepse është e pasur me fiber dhe ul kolesterolin. Njeriu ka nevojë për të paktën 3 gram me fiber në ditë ose më shumë se 1 gjysmë filxhani me tërshërë. Mollët, sidomos lëkura e tyre është e pasur me antioksidantë të cilët e mbajnë zemrën të fortë. Sipas studimeve, konsumi ditor i mollëve ul ndjeshëm kolesterolin duke filluar nga 9%. Por më tepër mollët janë një prej burimeve më të mira të fibrës së tretshme. Sardelet gjithashtu janë një zgjedhje ideale sepse jo vetëm që përmbajnë pak mërkur, por në 100 gram do të gjeni 1 mg acide yndyrore omega 3. Sardelet kushtojnë lirë dhe janë tepër të shëndetshme. Arrorët janë një burim i mirë i yndyrnave të pangopura, fibrës, proteinës, mineraleve dhe antioksidantëve. Arrat në veçanti përmbajnë acide yndyrore që luftojnë inflamacionin. Nëse njeriu konsumon 28 gram arra për 5 ose më shumë herë në javë, është 14% më pak i riskuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata që konsumojnë 1 ose më shumë racione arrash në javë janë në 19% më pak të riskuar. Thjerrzat, fasulet dhe qiqerat janë mirëbërëse për shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë proteina, fibra dhe folate, të cilët ulin tensionin e gjakut. Boronicat. Të gjitha frutat e pyllit përmbajnë shumë antioksidantë të cilët mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. 1 gjysmë filxhane me boronica do të ofrojë të paktën 120 mg antioksidant, të cilët do të ulin gjithashtu edhe problemin e tensionit të lartë të gjakut dhe krijimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët thonë se sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni me shëndetin e zemrës. Sigurohuni të konsultoheni me ekspertin për të përzgjedhur produktet e duhura. Një ndër to është edhe salmoni. Salmoni dhe peshqit e tjerë, siç janë sypërhyjet e ushqimeve të shëndetshme për zemrën, janë një zgjedhje shumë e favorshme në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj kardiovaskular. Kjo për shkak se ato përmbajnë një sasi shumë më të mirë të acideve yndyrore omega 3, që kanë treguar se mund të ulin riskun e problemeve të zemrës, gjithashtu edhe rrahjet e dobta të tyre. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon të hani peshk dhe mundësisht peshk të yndyrshëm të paktën 2 herë në javë. Ju gjithashtu mund të merrni vajin e peshkut të pasur me omega 3 si një suplement dietik. Megjithatë, ato mund të mos kenë omega 3, DHA dhe EPA që gjenden posaçërisht te peshqit yndyror. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojë gjithashtu as bollguri.
Bollgori është i pasur me fibra të tretshme të cilat ulin kolesterolin. Ai do të veprojë si një sfungjer për traktin tuaj tretës duke thithur kolesterolin në mënyrë që ai të eliminohet më lehtë nga trupi juaj, si dhe të përmirësoni qarkullimin e gjakut, citon dietologja Lauren Graf. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për dietën tuaj që mund të shtohet vazhdimisht janë edhe manaferat. Frutat e pyllit, jo vetëm boronicat, por edhe manaferat, mund të ulin në riskun për sëmundjet e zemrës. Sipas një studimi të vitit 2013 të botuar në revistën Circulation, gratë e moshës 25-42 vjeç që hanë më shumë se 3 racione boronic ose lule shtrydhe në javë, kishin një risk 32% më të ulët të sulmeve në zemër krahasuar me ato që i hanin më pak. Autorët e studimit ja atribuan përfitimet komponentëve të njohura si antiocianine, flavonoide që mund të ulin gjithashtu presionin e gjakut dhe të zgjerojnë enët tuaja të gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj janë edhe agrumet. Njerëzit që konsumojnë një sasi të lartë të flavonoideve që gjenden te agrumet kanë një risk më të ulët të pësojnë në goditje në tru dhe sëmundje të tjera të zemrës, sipas një rishikimi të vitit 2017 të botuar në revistën ndërkombëtare të epidemiologjisë. Patatet. Nuk ka asnjë arsye për të shmangur patatet nga dieta juaj, sepse ato shpesh konsiderohen si një nisështe e keqe. Për sa kohë që patatet nuk janë të skuqura, patatet mund të jenë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Ato janë të pasura me kalium i cili mund të ndihmojë ndjeshëm në uljen e presionit të lartë të gjakut dhe janë të pasura gjithashtu edhe me fibra, të cilat mund të ulin në riskun për sëmundje të zemrës. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes në dietën tuaj janë edhe domatet. Gjithashtu, ato janë një zgjedhje shumë e mirë. Ashtu si patatet, edhe domatet janë të pasura me nivele të mira të kaliumit për shëndetin e mirë të zemrës. Plus, ato janë burime të mira të likopenit dhe antioksidantëve, të cilat lidhen me incidencën më të ulët të goditjes, sipas shkollës mjekësore të Harvardit. Likopeni është një karotenoid që mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq LDL, të mbajë enët e gjakut të hapura dhe të ulë gjithashtu riskun e sulmeve në zemër. Dhe për shkak se ato janë të ulta në kalori dhe të ulta në sheqerna, ato nuk e dëmtojnë një dietë të shëndetshme. Në dietën tuaj gjithashtu mund të përfshini fare lehtë edhe arrat. Arrat, duke përfshirë bajamet, fistikët, kikirikët, përmbajnë fibra të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Ato përmbajnë gjithashtu vitaminën E, e cila do të ulë kolesterolin e keq. Disa njerëz në të kaluarën i kanë shmangur arrat me idenë se ato përmbajnë yndyrna, por shumica e studimeve tregojnë se njerëzit që konsumojnë arrat çdo ditë në dietën e tyre kanë një përfitim më të mirë për shëndetin e zemrës, citon dietologja Grafer. Vaji i ullirit ekstra i virgjër gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për dietën tuaj. Shumë studime kanë sugjeruar mekanizma të cilët vaji i ullirit mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve në zemër, sipas një rishikimi të vitit 2019 të botuar në revistën Nutrients. Kjo është një veçori e vërtet kur Evo është një shtesë e dietës mesdhetare, e cila gjithashtu është e pasur me drithra, fruta dhe perime shumë të rëndësishme për dietën tuaj. Vaji i ullirit është një burim i mirë i yndyrnave të ngopura të cilat mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Vet ullinjt, jeshil ose të zinj, janë burime shumë të mira të acideve yndyrore omega 3 shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja shëndetësore, citon dietologja Graf. Brokoli dhe spinaci gjithashtu mund të përfshihen fare lehtë në dietën tuaj, dhe ndikimi i tyre pozitiv në dobi të shëndetit do të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese edhe kundër komplikacioneve që lidhen me shëndetin e zemrës. Sa më mirë të përkujdeseni për dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni. Sigurisht, kombinimi i një diete të mirë gjithashtu edhe me një jetë aktive është çelësi jo vetëm për shëndetin e zemrës, por edhe për organizmin tuaj në tërësi. Ndaj sigurohuni që të përzgjidhni produktet e duhura ushqyese për një jetesë më të shëndetshme dhe një zemër më të fortë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka nëpër qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.